Përshëndetje me të dashur. Ta ndëgjojmë për dhe kënë se çfarë theke para se me formu gjykatën speciale dhe çka theke mas që formu gjykatën speciale. Edhe po ashtu Borat Bozhalin. Çfarë qefi kish që Hashim tha që me pa në burg. E tash në për televizione del e hanë sa të mundet, jo kështu, jo pse s'po vonë qeveria për të kur gjë, jo po kështu. Për para lut këtë ke, unë du dhe ke që Hashim tha që duhet me konë në burg, sepse ka bo krime të luftës. Kështu që me që shkojmë të dëgjojmë, zbashko, të diskutojmë zbashko. Shkojna. Tha që unë mendoj, ama parasysh për çka duhet përballet në drejtësinë atje. Pra, pse ekziston tribunali special sot, është një rit kryekput e zotit Thaçi. Kjo gjykatë tashmë është një fakt i kry, është ndërtuar mbi ligjet e Kosovës, mbi asaj baze, mbi bazat të ndryshimeve kushtetuese që kemi bërë në vitin 2015, tashmë kjo gjykatë është e gatshme, ashtu siç është konfirmuar edhe nga kryetaria e kësaj gjykate. Pra, është plotësisht funksionale dhe normalisht. Amo pse tash po kajnë, pse tash po ankohen në burg? Këta vetë e kanë formu mëre? Këta vetë e kanë formu gjykatën speciale. Jo. E dyta, që shtë e ke Albin baba, këta kanë bo, sepse ka kujtu që nuk shkojnë vetë. Sidomos për Hashim Broja. Ka kujtu që nuk shkojnë shokët e tina. Po të na thujnë fjallë pëllore me që kur t'ja bojsh gropën dikujna, rrujë që bjenë vetë to. E kështu që shkojmë tutje me që. Presim edhe punën e prokurorit që të fillojmë punën. Sepse kjo është një gjykatë e Kosovës. Sot me dalë dhe me thonë. Kjo është një gjykatë e Kosovës. A në gjotë mirë? Kjo është një gjykatë e Kosovës. Në me thonë, deri sa formu, ka konë e Kosovës. Tash që u bo që në kushtë e Kosovës, apo që shme qujtë ma mirë që asë flaburën Kosovës duke ka rëna në gjykatë, se le mo me kona e Kosovës. Tash po ankohen. Ja, për që ta kanë thonë, OPDK, 3 herë me no, 1 herë full. 3 herë me no, 1 herë vepro. Nëse së është ajo që dhe ke Albin baba, e kam bo për tjertë për e nëral vetë. Kështu që unë se di, po foli fjallë që janë në për media. Shkojnë atash me qysh ku katë kë. Ku po për i Serbisë gjykata speciale, o turpi më i madhë, sepse ajo gjykatë. Fjallë të veta burë për ranë, vlo. Këta pejmat madhe, demat volë, veç ranca për burë. Ranca. Kur i bjen mirë, thëjnë ndrysh, kur i bjen keq, ja. është turpi, të arpot është turpi më i madh vëllë se u bë gjykata prej Serbisë. Po jo, o shërdhus. Shërdhus, për ti pëse për thëmë. Nuk u bë prej Serbisë. Aja bë kuvendin e Kosovës. Parlamentin e Kosovës me 82 vota. Bile, Hashim Broja, thëjke aj që nuk voton, aj është anti-kushtetus. është kundër Republikës Kosovës. Jo dhe një fartmi që vatë balë më kurti. Mos se votoni. Regjepi, po ashtu, Krasniqi. Mos se votoni. Jo, po. E po tash. Që kjo është që në ka ndollë. Shkojnë, dëveç në dëgjone me që ju lutëm. është bo nga qeveria sërbe. Sepse kjo është një gjykatë e Kosovës, sepse kjo... Pra rikujtoj, ka thonë, është një gjykatë e Kosovës, pargjët, thëke është gjykatë e Serbisë. Tash, ku me nalë? Atë Kosovës, atë Serbisë. Që kjo është ajo, që banat, kur kanë edhe që banat. Që banat dhe që banesha, 2 bashkë, 2 bashkë. Me diluk s'ka. Jem su këta me vjedhë një tjetërin, me vjedhë popullin e Kosovës, me dhe vjedha se këmë vjedhë.
A mos ka ashtu. Shkojnë në që? Është një gjykatë e Kosovës. Prandaj kjo rezolut është kundër interesave shtetërore të Kosovës. Kjo rezolut vetëm interesat e klaneve të Hashim Thaqit i mbron. Nuk mbron interesin e Kosovës. Interesat e Hashim Thaqit i mbron, klanit. Shërdhu sa për në gjënë. E tash ti po del, po thuë tash jo të shturpi botës e po bëj Serbisa, po kur thoj ke, kjo nuk e ndëgjoj që ti, parlament? As Thaqi, as aj tjetëri, nuk e ndëgjoj që ti? Shkojnë me që. Nuk mbron interesin e pavarësisë Kosovës. Mos e lejoni, zotë kryetar, Jakub Krasniqi, mos e lejo. I think it's a process that is irreversible. Ditët më të shmershme të Kosovës pavarur është tregushti i vitit 2015. Totalisht e panevojshme. Ajo gjykatë speciale. Unë për veten nuk do ta votoj gjykatën speciale. Do kryusa. Sepse nuk do të kem fytyrë më t'i dalë kur përpara Bravo. familjes Deliaj të Abris dhe Mira. Shërdhu sa penin. Këta që i menojnë 3 herë e njerë flasin. Që kjo është apesha? Ta në gudin me full. Ama kërës flasin, flasin. Ta vonë si burrat. E jo si qoban. Ose qobanesh. Shkojnë amiq? E mira familjeve që i humbën të dashurit e tyre. Luljeta Deliaj që është të shtatzon, ja qon barkun dhe evra. Gone. Diturie Deliaj e vogël 6 javë u gjetë gjallë në krahun e nënës së masakruar. Por vdes një muaj më vonë për shkak të urisë dhe të sëmundjes. Antigona dhe Mihane Deliaj u dhunuan pastaj u masakruan. Me fotografi. Kjo është fotografia e Valmirit vogël. Valmiri vogël. Është i masakruar për forcave serbe dhe ka të varur cuslë në qofë. Kjo fotografi e qoj botën në këmbë. Çka t'ju themi tash ne këtyre familjeve për gjakun e tyre të fëmijëve që qenë ka gjak i parëndësishëm si pas gjykatës speciale. PDK, apo ndëgjoni? Ju e keni ndëgju, po parlament i patë të mshirë vesht. Gjavet Aliti, thëjke, duhet me javë, gjuhën me javë sërbe, komunat me javën sërbe, gjuhën me shtinë konstitut. A peshene opozit, o PDK, si të mësë PDK-ja. Runa Aza, shkojme dhe pak? Nuk do të ketë drejtësi për këta njerëz. Në gjykatën speciale nuk ka drejtësi për këta njerëz. Su i flasë për... Emëre që a këni bo mëre zoti zi, që po thëmë sanë. Se kjo gjykatë o du më bo për ta, a jo për juve. Se luta që kësë konë shtajtë. O konë dhe është, ka mitë të njëtën. Ajo është këto. A mu ju që a këni bo masarina, ju që a këni bo, është tërë për juve. është tërë me të vërtet, është tërë për juve. Se më që me bo me votu, 82 deputet me votu, gjykatën speciale, me sfinë balë, me menën tru, kjo banë vaki veç në Kosovë. Kjo banë vaki veç në PDK. Ka thonë PDK se PDK-ja e ka marrë me vrull, e pa të marrë me vrull. Plus e ka aqë se voton është anti-Kosovë. Kështu që miqë, ta kam po shërën veti. Ta një apo kretë Kosova. Ta që dojnë me në dytja dhe u që kënë. Shërri i qëbanave, e qëbaneshave.
Miq të dashur, ju dua fort Zoti ju rujt, pozit, inshallah bëhet mirë, inshallah dalim sa më shpejt për atuhet, se nuk ka nevojë më dënu këta. Nëse ka nevojë më dënu këta, le të thejnë Kosovë, Kosova dënon. Mas luftës, por në luftë është gjëna me dënu, për luftë. Sepse këta nuk në shku e vratje, pa ta e normin e vraneve. Kështu që miq të dashur, natën e mirë e bofshi e miru takoshëm vizit radhës. Kush ka mundësi ne subscribe, ja dishëm për falimner. Miru pafshim miq. Përshëndetje miq të dashur. Pyetja e radhës shkon për Dardan Gashin. Për Dardanin Shqipfolsin. Qysh e shan Albin Kurtin, e një 2 minuta ma vonë, haran që ka thonë, e i mbrojnë shjet. Shkojnë miq. Presidenti Vučić, si me thonë vllau shpirtënor i Kurtit. Presidenti Vučić, vllau i Albin Kurtit, kryeministrit, në Godash. Sa sepse është fakt që nuk mund me një anullë. është fakt pushtetues edhe fakt fizik. Lista serbës banë, për thëmë bëkfalisht, nuk përnë më hiqë, se është me kushtetuta, është pështut edhe për mbronë listën sërbe. Gazetarja thëtë jo, se në është ta e zbojmë, ngënë. Po jo të fuqizohet, ndoshta. Po, Felisë Srpska se është kryeministin kolegën tim, i cili absolut të diçka krejt jetën. Se ne jemi këtu për të bashkëqeverisë, jemi këtu për interesat të popullit sërbë Kosovë, jo për interesat Beogradit. Po, ata deklarojnë diçka tjetër, ndërkaq që veprojnë diçka tjetër. Ati kush është kolegu i këtina? Që tha që i bërën terrorizmin në Bajska. Që ka lista sërbë është? Që ta njerëzën? E Albin Kurti me bërën me Vučićin, vllai Vučićit. Që saj pa ftyrë është. Qëto dhjetë që i paguat për Serbisë. Shkojmë. Ai që është përfaqësues në qeveri, që është zakonisht kryeministri Jeftić, i cili është kolegu joni, zoti Rakić nuk është kolegu joni në kuptim të qeverisjes, ai mund të jetë ato. Sa ditë ishin ata në Beograd dhe u dash të pritën për të votuar. Ai është në Beograd, në Parlament Beogradit, aty të dhon informacione, të punë për Beograd. Edhe në Parlament Prishtinës, të marrë pare, këtë të jo s'ka kur në Beograd. Konsultat e tyre. Presidenti Vučić, Konsultat e tyre. Ja pra që kjo është video e radhës, s'po ki qare se korpenin këta Allah. Runa za, për tyne miq. Për tyne njës qitën. Për shqipfolsave, runa za. Zotë e rujtë popullin e mirë. Miq, natën e mirë e bofshi, gjumë për një omel, e përshëndes. Mirë e pofshin në vitet e radhës. Opozit, like, share.